Vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja brenda sallës së gjyqit ishte një ngjarje e rëndë që tronditi jo vetëm opinionin publik në Shqipëri, por ka marrë edhe vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Mediat prestigjioze Associated Press dhe ABC News hapin lajmin me titullin "Gjyqtari shëllohet për vdekje në sallën e gjyqit në Shqipëri, ndërsa personi armatosur arrestohet". CNN shkruan një person i armatosur arrestohet në Shqipëri pasi qëlloi dhe vrau gjyqtarin në sallën e gjyqit. Ndër të tjera përveç ngjarjes, CNN thekson se pas reformave të gjithanshme gjyqësore të nisura në vitin 2016 me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe SBA-s, 10 mijëra raste janë vonuar për vite me radhë. Lajm të ngjashëm ka shkruar edhe media prestigjioze Al Jazeera, e cila e hap lajmin me titullin "Një burr në gjyq në Shqipëri vret gjyqtarin dhe plagos 2 të tjerë me armë zjarri", ndërsa The Guardian shkruan "Gjyqtari vrar nga të shtëna me armë në sallën e gjyqit në Shqipëri".